Si do jetë vera për shenjat e ujit? Sot do kanalizoj një gujtë të shkurtër hyjnore se si do jetë energjia e verës për shenjat e ujit. Pra për ty gafore, akrep dhe peshqit. Mos harroni që kjo nuk është një gujtë që aplikohet për secilin prej jush, për atë që rezonon, shpresoj që të lini një koment dhe të di unë që ka rezonuar dhe ju e keni marrë mesazhin që kishit nevojë të merrni dhe ju që keni nevojë për gujta të personalizuara, mos harroni që asnjëherë nuk jam falas. Sepse në fund të ditës kjo është puna ime dhe ju po kërkoni një shërbim nga unë. Për ata të tjerët që s'duan shërbime personale, duhet të mjaftohen me këtë gjë që unë po servir falas tani. Ta shohim dhe një mesazh tjetër. Shohim si është energjia e shenjave të ujit. Patjetër që do dilte uji, patjetër që do dilte elementi ujit. Dhe ka dalë në fakt në të treja kartat elementi ujit. Momentalisht ndiheni si të humbur, si kur jeni pa shtëpi dhe nuk po flas për shtëpinë fizike. Duhet t'i kujtoni vetes këtë verë që shtëpia juaj e vërtet është brendësia juaj, është tempulli juaj i shenjtë që është brenda zemrës apo shpirtit tuaj. Duhet të punoni këtë verë me root chakra, me chakrën rrënjë, sepse ndiheni të çrrënjëzuar dhe prandaj ndiheni si të humbur, sikur nuk përkisni asgjë kundi, sikur gjërat nuk shkojnë ashtu siç doni ju. Gjithashtu ju këshilloj të shpenzoni kohë në det, liqen, oqean, lum, pra të jeni afër elementit ujë sepse ju purifikon emocionet e juaja dhe ju ndihmon për t'u pastruar jo vetëm energjetikisht, por edhe shpirtërisht. Duket sikur më e keqja ju ka ndodhur dhe ju jeni të gatshëm ta lini pas. Këtë verë duhet vazhdoni të ecni përpara dhe mos shikoni më mbrapa, mos qani për qumshtin e derdhur. Çfarë ka ndodhur, e mbi të gjitha fikni mendjen, mos mbi mendoni çdo gjë. Lejoni veten të jeni të hapur, e mbi të gjitha të thyheni nga gjërat e rënda që ju kanë ndodhur, ta lëni veten të thyheni plotësisht dhe të hapeni plotësisht si një trëndafil që drita juaj e vërtet të dali nga to thyerje dhe bota të shikoj se kush jeni ju në të vërtet. Unë ditë ju them që çdo gjë po ndodh për ju në mënyrë që ju të lidheni me jetën tuaj më të mirë. Kini besim te vetja dhe procesi i jetës tuaj. Patrim!